Në Universitetin e Gjirokastrës deri në muajin janar janë bërë përfitues të bursës mujore prej 10.000 lekësh 114 studentë, ndërsa 5 të tjerë që ndjekin degët prioritare marrin tashmë rrogën 40.000 lekë në muaj. Për vitin të cilin po flasim, 2025-2026, deri tani janë përfitues burse 119 studentë të sistemit bachelor, prej të cilëve 22 janë studentë ekselent, dhe 90 student nga shuma 119 janë përfitues burse si student me vështirësi ekonomike dhe arsye të tjera. Gjithashtu, për të theksuar është dhe numri studentëve që i përkasin degëve prioritare. Çdo vit në Universitetin e Qerem Çabej, studentët që zgjedhin degët prioritare kanë të drejtën të kërkojnë si kategori më vete akordimin e bursës. Deri tani për këtë vit kemi 5 studentë të kësaj kategorie. Studentët të cilët kanë zgjedhur degët prioritare prej Ministrisë së Arsimit mbështeten me një pagë mujore në formën e bursës prej 40.000 lekësh të reja. Në ciklin e dytë të studimeve nuk aplikohen bursa, por për këto kategori që përfitojnë në bachelor përgjysmohet tarifa e studimit. Për sistemin master, është prioritet përjashtimi nga tarifa në vlerën 50%. Për vitin në cilin po flasim, pranë bordit të administrimit janë kaluar 15 aplikime, pra 15 përfitues të përjashtimit nga 50% e tarifës. Që do të thotë që nëse viti shkollor, gjithë programi shkollor kushton të azëm 130.000 lekë të reja, ai e paguan të gjithën në vlerën 65.000 lekë të reja. Aplikimet zgjatin gjatë gjithë vitit akademik dhe janë disa kritere mbi të cilat përcaktohen edhe fituesit. Kur flasim për bursat që i përfitojnë të gjitha kategoritë, të cilat plotësojnë kriteret e njerëzve me vështirësi ekonomike, njerëzit, individ, student që janë i përkasin kategorive të ndryshme, pakicave e të tjerë, Universiteti akordon një bursë prej 10.000 lekësh të reja, e cila përfitohet çdo muaj. Studentët të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur që ta bëjnë aplikimin, plotësimin e dokumentacionit që në fillim të vitit, e kanë të drejtën ta bëjnë atë në çdo muaj dhe bëhen përfitues prej atij muaji të cilin kanë aplikuar dhe kanë përfituar bursë. Studentët përfitues duhet të frekuentojnë sistematikisht procesin mësimor. Ky është kushti që ata duhet të plotësojnë për të qenë përfitues të rregullt të bursës mujore gjatë gjithë vitit akademik.